Autoriteti kombëtar i ushqimit në Elbasan ka bllokuar një sasi prej 50 tonësh misë rifugjo të destinuar për ushqimin e baktive i ardhur nga Serbia. Masa u mor pas zbatimit të urdhrit të fundit të Ministrisë së Bujqësisë, i cili ka kërkuar ndalimin e përkohshëm dhe kontrollin rigoroz të produkteve bujqësore të importuara nga ky vend, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore në tregun vendas. Vendimi për bllokimin e ngarkesës është marrë për shkak të dyshimeve se produkti mund të mos plotësojë standardet e kërkuara të cilësisë dhe sigurisë. Këto dyshime kanë alarmuar autoritetet përgjegjëse, të cilat kanë shtuar vëmendjen ndaj produkteve bujqësore të importuara, sidomos atyre të destinuara për zinxhirin ushqimor të baktive. Sasia e misrit u gjet në një subjekt në qytetin e Elbasanit, ku inspektorët e AKU-s kryen kontrollet e para dokumentare dhe fizike, duke marrë gjithashtu mostrat për analiza laboratorike të detajuara. Aktualisht e gjithë sasia për 50 tonësh është bllokuar dhe ndodhet në pritje të rezultateve zyrtare. Nga verifikimet paraprake, dyshohet se 25 tonë nga kjo ngarkesë nuk plotësojnë kushtet e duhura dhe mund të jenë të papërshtatshëm për përdorim, ndaj pritet që të zgjesohen mënjëherë sapo të mbyllen procedurat përkatëse. Në të njëjtën kohë, strukturat e AKU-s Elbasan kanë intensifikuar kontrollet në disa subjekte të tjera brenda qarkut, duke inspektuar produktet të importuara, kushtet e organizimit dhe dokumentacionin shoqërues të mallrave. Qëllimi kryesor mbetet mbrojtja e konsumatorit dhe garantimi i cilësisë së ushqimeve që futen në treg. Autoriteti kombëtar i ushqimit thekson se çdo produkt që nuk përmbush standardet ligjore do të vijojë të bllokohet dhe kur është e nevojshme të zgjesohet. Institucioni apelon te operatorët ekonomik për të respektuar rreptësisht rregullat dhe te qytetarët për të qenë të kujdesshëm dhe të informuar mbi sigurinë ushqimore.